Raci. Adriatik, përshëndetje dhe mirë se vjen pas dita sportive. Përshëndetje Besmir, faleminderit për ftesën. Kënaqësi jam këtu. Adriatik, po e filloj me platformën. Një platformë e re na trego pak a shumë e quajtur si basketbolli 3.0. Me sa e kuptova. Po, platforma 3.0 ka kohë që është lansuar, do të thotë, nëse nuk jam gabim, është lansuar në muajin tetor të vitit kaluar. Pjesë e kësaj platforme, ashtu siç e keni pa këtu, dy ditë e fundit do të thotë është edhe fillimi i shitjes online të biletave, e cila do të filloj që nga fillimi i ndeshjeve çerek-finale të play-offit dhe do të vazhdojë deri në fund të kampionati dhe gjithsesi do të jetë aktive prej fillimit të edicionit tashëm, do të thotë që nga fillimi i stinorit edhe tutje do të shkojë në të gjitha ndeshjet e përkëdit Superligës. Pra, nuk ka më ndeshje të blihen biletat si që janë blerë zakonisht në për fan shope të klube, po gjithçka duhet të klikohet në web faqet e Federatës së Basketbollit të Kosovës, ku është edhe pjesa e platformës, pra blerja e biletave online, dhe më pas duhet ta përzgjedh për cilën ndeshje dëshiroj me shiku dhe me bli biletën. A është kështu apo jo? Po, Besmir, kjo ide ka qenë dashur të filloj në fillim të këtij edicioni, mirë po për shkak se kemi pas shumë ndërprerje të kampionatit për shkak të zgjedhjeve të shumta që kemi pas vitin e kaluar, do të thotë nga ona logjistike ka qenë e pamundur të bëhet. Edhe duke ditë se është një produkt i ri që do të futet në treg, ne kemi trajtuar me kujdes të shtuar dhe po mendoj që ky cikli nga çerek-finalet e tutje ka qenë momenti më i dur për ta filluar pse implementuar këtë platformë. Po, atëherë ne kemi nënshkruar marrëveshje me kompaninë Kiktik. Shitja bileta do të bëhet përmes kësaj kompanie, do të thotë qasja në këtë platformë është shumë e lehtë, mënyra e blerjes së biletave përmes kësaj platforme do të jetë shumë e lehtë. Edhe ashtu siç e the ti, do të mundohemi që të eliminojmë këtë shitjen klasike të biletave, do të thotë përmes fan shopeve ose përmes biletarive të palestrat e sportit. Edhe besoj që edhe për klubet, edhe për ne do të jetë një mesë e madhe, edhe jo vetëm për shitjen online bileta, mirë po edhe për përditësimin e të dhënave, sepse përmes shitjes online biletave ne në fund çdo edicioni do të mund të nxjerrim numra të saktë për cilës ndeshjeve në për palestra të ndryshme, në fazën e play-offit, në ndeshjet e kupës e kështu me radhë. Adriatik e përmende, por si do të jetë qasja e saj? E përmende është shumë e lehtë, do të shkoj gjithçka përmes website-it të FBK-s, apo edhe klubet do ta mundohen ta qesin në për profilet e tyre çdo herë kur kanë ndeshje me ekipet kundërshtare? Po me siguri se klubet do ta kenë mundësinë të, si më thonë, ta shfaqin më shumë mënyrën e shitjes online, do të thotë si fillim gjithë tifozët do të kenë ato hamendësimet e tyre për blerjen e këtyre bileta, mirë po besoj që ne do ta zhvillojmë një kampanjë shumë të mirë promovuese ku do t'i shpjegojmë gjitha hapat se si duhet të blehet një bilet. Nga ajo që kam pa unë deri më tash, mua ka pëlqyer shumë si formë sepse është një mënyrë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për të arritur deri te bileta. Testi i parë do të jenë pra fazat çerek-finale. Do të jetë vetëm tek meshkujt apo edhe tek femrat? Testi por do të jetë faza çerek-finale. Meshkujve siç e dini me Superligën e femrave ne jemi vetëm në play-off. Ne në përfundim, po. Jemi nesër do të zhvillohet ndeshja e dytë finale, ndërsa gjatë 10 ditë ose 2 javë të ardhshme pritet të përfundoj seria e play-offit e femrat. Do ta fillojmë te meshkujt, mirë po gjithsesi do ta tentojmë që nga viti i ardhshëm ta zbatojmë edhe te Superliga e femrave nëse është e mundur të praktikohet. Derisa ka të drejtë një ai që dëshiron të blej bilet, derisa është limiti i biletave që ka të drejtë të blej. Në qoftë se nuk janë gabim, është diskutuar në mes 2 dhe 4 biletave. Mirë po për shkak se do të jetë një fazë, si ta them, një fazë pilotuese, me siguri se pas përfundimit të edicionit do
bëhen analiza më të thella, edhe për fillimin e edicionit tashëm do të jemi kështu, do të kemi të gjitha rregullat e caktuara strikte dhe ato do të vazhdojmë të praktikojmë në të ardhmen. Çmimet si do të jenë? Do të jenë ato të cilat i përshtaten klubi apo vetë Federata e Basketbollit të Kosovës? Jo, çmimet do të shitja bileta është drejt ekskluzive e klubeve, do të ata kanë drejtën e tyre që t'i caktojnë çmimet për të gjitha pozicionet, sepse para se të ndërmirret ky hapi final për shitjen online bileta, do të gjitha palestrat janë shënizuar, do të janë vendosur numrat, janë ndarë sektorët edhe do të mbetet në përgjegjësitë e klubeve, në qoftë se ata duan të ndajnë sektorët të ndryshme ose si ta themi në qoftë se duan 5 radhët e para ose 6 radhët e parë të shesin më shtrejt se sa ato radhët më sipër, ata do të vendosin për atë pjesë, normalisht gjithmonë në bashkëpunim me kompaninë Kiktik, cilët janë të specializuar në këtë fushë, do të jenë gjithmonë afër klubeve që t'i asistojnë atyre me kërkesat e tyre. Du me ndajt edhe pak tek pjesa biletave. Realisht çka ka me dallu një bilet e thjesht? Pra nga aja VIP. Dallon në pjesën e ngjyrës apo ka diçka tjetër rreth përveç pjesës së çmimit normal? Do të thotë deri te kyçja edhe mundësia e blerjes të bileta, atëherë aty do të jenë të ndara. Në këtë fazën fillestare, për shkak se klubet do të luajnë në fazën e play-offit, duke ditë se klubet kanë shumë sponsor, do të mbetet te klubet të dërgojnë numrin e saktë të biletave VIP që do të shesin, sepse siç e dinë të gjithë, jo të gjitha biletat në parket shiten, një pjesë e konsiderueshme e tyre shpërndahen falas tek sponsorët, dhe në qoftë se ata do të kenë një numër të caktuar të bileta VIP, normalisht ato do të vrehen nga biletat rregullta në bazë të ngjyrës ose në çfarëdo mënyre që kompania do ta zgjedh, nuk është se është diçka e paracaktuar ose është definitive, mirë po sigurisht se pas marrjes së informata nga klubet se sa bileta VIP duan ata t'i shesin online, pastaj do të vendoset se si do të veprohet tutje. Kjo do të aplikohet edhe për kombëtarën e Kosovës, apo? Po patjetër, ne do ta praktikojmë për herë të parë në muajin korrik, me datë 2 korrik, ku do ta kemi ndeshjen me Shqipërinë në Kosovë, edhe pas kësaj ndeshje do të thotë në të ardhmen gjithmonë do të jetë mënyra e shitjes online e bileta, sepse është shumë më lehtë edhe për ne, mirë po edhe për tifozët që ta blejnë biletën edhe mos kenë nevojë të udhtojnë gjatë për të shkuar deri te një pikë për ta bler biletën fizikisht. Liga unike po të mundal pak, sepse nuk duhet të jemi edhe kësaj pjese. Liga unike shohimi që ka një zbërje shumë të madhe. Cila është arsyeja? Adriatik marr parasysh që jemi brenda Federatës së Basketbollit të Kosovës, shohimi interes shumë i pak derisa që është kritikuar dhe mënyra e pjesës së organizimit deri tek pjesa operatorit që i transmeton edhe ndeshjet. Atëherë me thonë drejtën, Besmerun me Ligën Unike ka 2 edicionet e fundit kam qenë më shumë i involvuar te pjesa organizative e saj. Mund të them që te Liga Unike e femrave nuk është se ka ndonjë zbehje, ajo vazhdon të ketë rrjedhë normale. Gjithmonë unë e them për arsye të kualitetit, ndoshta sepse klubet e Shqipërisë e klubet e Kosovës pak a shumë kanë qenë aty me kualitetin, ndërsa një zbehje, pajtohem që ka zbehje te Liga Unike e meshkujve. Kjo sipas me është arsyeja e kualitetit me skuadrave tona dhe të Shqipërisë. Ne edhe pse kemi marrë vendim që 2 skuadrat e para të ranguara në Kosovë, do të thotë kampioni dhe nën kampioni, skuadrat të cilat luajnë në garat e Evropës, të mos marrin pjesë aty, ne kemi vazhduar ti nominojmë skuadrat nga vendi i tretë e poshtë që të marrin pjesë në këtë ligë. Po, mirë po prapë siç mund ta shihni, as kjo nuk është se ka bërë ndonjë ndryshim të madh, sepse skuadrat nga Shqipëria hiç beslidhjen, e cila është një klub shumë mirë organizuar dhe deri diku është
konkurrent i skuadrave tona, skuadra tjera janë aty vetëm sa për të marrë pjesë. Aty këtu ka pas në një rezultat befasues, në një fitore e tyre, mirë po kur vjen puna te Final Four, skuadrat tona gjithmonë dominojnë edhe fitojnë me lehtësi ndaj atyre. Do më dalë ende tek pjesa e ligës unike, sepse përveç kësaj zbejës, themin që po kritikohet edhe mënyra pse nuk po luhet pozita për pozitën e tretë, apo ndryshe vendin e tretë, tash 2 edicione. A është një lloj mos respekti, a tregohet lloj mos respekti për ligën unike dhe çka duhet bëhet bërë realisht me klubet kur nuk marrin pjesë ose nuk dëshirojnë të marrin pjesë? Me thonë drejtën, të rregulloria bazë e ligës unike deri me tash, për shkak se kjo ligë është kriju me arsyen që t'i bashkoj dy popujt edhe nuk janë vendos dënime rigoroze aty. Ne pas ngjarjes fundit do të thotë pas tërheqjes së KB Vllaznimit nga Final Fouri, ne kemi marrë një takim me Federatën Shqiptare të Basketbollit. Ka ngel që ta kemi një takim pas përfundimit të edicioneve që ta vendosim se a duhet ta largojmë atë apo duhet vendosim ndonjë penallti për t'i penalizuar skuadrat. Me thonë drejtën, te kjo ngjarja e fundit të KB Vllaznimit, pa dashur ta mbroj askënd, besoj që klubi basketbollit Vllaznimi me një mënyrë ka pas një të drejtë të vogël, sepse ata nëse do ta kishin zhvilluar ndeshjen ditën e ajt, ditën e shtunë kanë pas ndeshjen pothuajse vendimtare ndaj KB Ravecit dhe do të ishte shumë e vështirë për ta, do të thotë pjesa e rigjenerimit lojtarëve. Mirë po edhe KB Vllaznimi ka bërë atë që kanë bërë disa skuadra 2-3 vitet e fundit, edhe kanë shfrytzuar këtë hendekun për të cilën nuk ka pas ndonjë dënim adekuat për mos zhvillimin e kësaj ndeshje, e të cilin gjithsesi që nga edicioni i jashtëm do ta rregullojmë, sepse kur është kriju kjo ligë dhe kur është bërë rregullore nuk është parashikuar se mund të hasim në këto ndodhi të cilat kanë ndodhur. Do thotë jo vetëm KB Vllaznimi këtë. Jo, ne po folim për 2-3 edicionet e fundit, për atë arsye thash. Kjo ka ndodhur në 3 edicionet e fundit, ka filluar para 2 vitesh me Sigal Prishtinën, ka vazhdu vitin e kalu me Golden Eagle Yllin dhe si vetë prap ka ndodhur kjo me klubin e basketbollit Vllaznimi, fatkeqësisht 3 skuadrat nga Kosova, edhe nuk është se ka qenë një imazh i mirë për klubet tona, duke ditë se sa dallon niveli organizimit i skuadrave tona me ato të Shqipërisë. Një pyetje të fundit kam, duke marrë parasysh mënyrën se si po organizohen klubet kosovare, edhe marrë parasysh një pjesë e tyre madhe, po investoj goxha shumë për të qenë dhe për të mbetur pjesë e Superligës. Tash thuaj se shumë vite po përmendet pjesa si ta them, pjesën që po kërkohet që të jenë më shumë klube pjesëmarrëse në apo ndryshe zgjerimin e Superligës. Kemi diçka të re për edicionin e ri, apo ende nuk është marrë ndonjë propozim edhe është aprovuar ai propozim? Me thonë drejtën, Besmir, njësoj si ju edhe ne kemi ndëgjuar këto lajme të cilat kanë qarkulluar mes komunitetit basketbollit. Unë para sa di, do të thotë nuk është se ka pas ndonjë lëvizje konkrete rreth kësaj çështje. Unë me aq sa di as nuk ka qenë temë diskutimi brenda bodit të Federatës Basketbollit. Okej, domethënë vetëm janë fjalën e havas që themi në gjuhën popullore. Po. Deri me tash nuk është që ka pas ndonjë lëvizje konkrete, dhe po besoj që në rast se do të ketë në të ardhmen, me siguri se ne konsiderojmë si një federatë shumë transparente dhe me siguri se do të jetë edhe në interesin tonë që ta bëjmë këtë publike, mirë po për momentin kur po flasim nuk është se ka ndonjë lëvizje as më të vogël rreth kësaj çështje. Adriatek, shumë faleminderit që gjete kohën dhe ishe pjesë e pasdites sportive. Faleminderit juve.